Sa vezë duhet të hatë çdo ditë? Sot do të flasim se duhet të konsumoni 3 deri në 4 vezë çdo ditë pa përjashtim. Unë personalisht nuk jam ekstremisht me vezët, por i ha çdo ditë pa ndërprerje. Para se të hyj thellë në temë, nëse keni dhe më të voglin dyshim për vezët për shkak të kolesterolit, hidheni më njanë këtë ide nga koka. Vezët kurrë në asnjë formë nuk kanë krijuar problem me kolesterolin. Ishte thjesht propagandë vjetër. Do të vendos poshtë në përshkrim studime të reja nëse ju duhet ndonjë provë shtesë. Pse vezët janë kaq të veçanta? Vezët janë kaq të ndryshme nga proteinat e tjera shtazore si mishi dhe peshku. Kur hani mish dhe peshk, hani pjesë muskulore që kontaktohet dhe lëvizet. Veza nuk është muskull, është diçka që do të kthehet në pul, prandaj përbërja e saj është krejtësisht ndryshe. Vlera biologjike më e lartë në botë. Veza ka vlerën biologjike më të lartë nga të gjitha burimet e proteinave. Trupi ynë e thithë dhe shfrytëzon më shumë protein nga veza sesa nga çdo ushqim tjetër. Përse na duhet proteina? Për të ndërtuar dhe riparuar muskuj, tendina, ligamente, hormone, enzima. Proteina mund të përdoret dhe si karburant, energji, por krahasimi me mishin dhe vezën si karburant. Nga proteinat e mishit, peshku të pastër mund të përdori maksimumi 10 deri në 20% si energji. Nga e gjithë veza, e bardha plus e verdha mund të përdorim 65% si karburant, sepse e verdha është plot yndyrna të shëndetshme. Ka pasur eksperimente kur njerëzit jetonin vetëm me mish lepuri, shumë i dobët dhe sëmureshin rënd ose vdisnin, sepse trupi nuk mund të jetojë 100% me një protein të pastër. Me vezë mund të jetosh gjithë jetën dhe të jesh shumë i shëndetshëm. Mbrojtje antimikrobike unike. E bardha e vezës përmban proteina antimikrobike që vrasin bakteret e këqija. Përmban avidin që kyç biotinën B7 që disa patogjen e përdorin për të shumuar. Prandaj në të kaluarën, kultivistët që pinin dhjetra të bardha vezësh të papërpunuara kishin mungesë biotine, por kjo zhduket plotësisht kur veza gatuhet. Çfarë përmbajnë vezët që mishi nuk i ka? Të gjitha aminoacidet esenciale, përfshirë leucinën, çelësi për ndërtimin e muskujve. Burimi i dytë më i pasur i kolinës pas mëlçisë, parandalon mëlçinë yndyrore, ndihmon tretjen e yndyrnave, riparon ADN, ndihmon metilimin, detoksifikimin dhe prodhimin e neurotransmitersve. Shumë njerëz kanë probleme gjenetike me përthithjen e kolinës, vezët i shpëtojnë ata. Luteina plus zeaksantin, antioksidant të fuqishëm, konsiderohen në retin, mbrojnë syrin nga drita ultraviolet dhe drita blu, përmirësojnë kujtesën, përqëndrimin dhe të mësuarit. Fosfolipide përmirësojnë membranat e qilizave të trurit dhe funksionin kognitiv. Peptidet që veprojnë si frenues natyral të ACE-s, ulin presionin e gjakut. Vitamin K2, formë aktive, çon kalciumin e dhëmbët dhe kockat dhe largon nga arteriet, veshkat dhe kyçet. Retinol, vitamin A aktive për lëkurën, mushkrit, zorrët dhe imunitetin. Vitamin D natyrale. Çfarë lloj vezësh të zgjidhni? Konvencionale në kafaz, 65% e vezëve në treg, pulat jetojnë gjithë jetën në 20+20 cm, kortizoli është i lartë, mos i blini kurrë. Cage free, pak më mirë, me 2 metra katror hapësirë, por ende në ambiente të mëdha të mbyllura. Pasture raised në kullosa, të paktën jashtë në diell dhe në bar. Këto zgjidhini, janë organike, ushqehen me drithëra pa pesticide, por nuk do të thotë domosdoshmërisht pa kafaz. Idealja, organike, më e mira absolute, nga fshatari në treg ose nga oborri juaj. Problemet me vezët konvencionale. Ngjyra e verdhë dhe rrem, nga ngjyra artificial. Ushqen me misër dhe soj, GMO, omega 6 shumë e lartë, çon në inflamacion. Ushqimi vegetarian nuk është domethënës, pulat natyrshëm han insekte, krimba, mish të vogël, jo vetëm drithra. Këshilla si t'i kombinoni vezët për përfitim maksimal. Me rukolla ose sallat jeshile. Yndyra e të verdhës rrit përthithjen e fitonutrientëve 9 herë.
me qep të skuqura përmirëson detoksifikimin, me piper të zi dhe krip deti rrit përthithjen e karotenoideve. Mos I teproni në gatim, e verdha të jetë pak e lëngshëm, over easy ose scrambled pak. Shtoni domate në sezon, likopen për arterjet, prostatën, trurin. Shtoni avokado, yndyra të freskëta të shëndetshme. Gatuajni me vaj ulliri ekstra të virgjër ose gjalp, jo vaj avokado e të rafinuar. Dhe nëse për momentin mund të përballoni vetëm vezë konvencionale, hani. Janë akoma 1000 herë më të mira se proteinat e tjera të përpunuara plot sheqerna dhe niseshte. Shpresoj t'ju kem mbidur që të paktën një vak në ditë ta bëni me 3-4 vezë, për atë se çfarë proteine të zgjidhni në vaktet e tjera, shikoni videot këtu pranë. Në fund të gjitha kësaj bisede të gjatë për vezat, mesazhi është shumë I thjeshtë dhe njëkohësisht revolucionar. Veza nuk është thjesht një proteinë e mirë. Është një nga ushqimet më të plota, më të fuqishme dhe më të sigurta që natyra na ka dhënë ndonjëherë. Është një kapsule vogël që përmban gjithçka që nevojitet një qenie e re për të lindur dhe për të mbijetuar. Proteina me përthithje maksimale, yndyrna të shëndetshme që digjen lehtë si karburant, antioksidant që mbrojnë sytë dhe trurin, kolin për mëlçin dhe ADN, vitamin A, D, K2, fosfolipide, peptide antihipertensive dhe të gjitha këto në formën më biodisponueshme të mundshme. Për dekada të tëra na është thënë, kufizoni vezat sepse rrisin kolesterolin. Sot e dim që kjo është një nga gabimet më të mëdha në historinë e nutricionit modern. Vezët jo vetëm që nuk dëmtojnë zemrën, ato e mbrojnë atë, e ushqejnë trurin, e forcojnë imunitetin dhe madje ndihmojnë në riparimin e ADN-s. Në botën reale, njerëzit që hanë më shumë vezë, sidomos të plota me të verdhën, zakonisht kanë shëndet më të mirë kardiometabolik, nivel më të ulët inflamacioni dhe funksion kognitiv më të mirë. Por sekreti vërtet nuk qëndron vetëm te numri 3-4 vezë në ditë, sekreti është te cilësia dhe konteksti. Zgjidhni vezë nga pula që jetojnë si pula të vërteta, në diell, në bar që gërvishtin tokën dhe hanin insekte, jo nga fabrika industrializuese ku vuajnë gjithë jetën. Gatuajni butësisht me vaj ulliri ose gjalp, me perime të stinës, rukola, qep, domate, avokado dhe erza të freskëta. Hani ato si pjesë e një diete të ulët në sheqerna të rafinuara dhe karbohidrate të përpunuara, sepse atëherë trupi juaj shfrytëzon plotësisht të gjitha thesaret që veza ofron. Nëse sot filloni të hani 3-4 vezë çdo ditë, sidomos në mëngjes ose në darkë, brenda pak javësh do të ndjeni më shumë energji të qëndrueshme, parani sheqeri, urime të kontrolluar, lëkurë dhe flok më të shëndetshëm, përqëndrim në humor më të mirë dhe një ndjenjë të përgjithshme se po jepni trupit tuaj atë që I ka munguar prej vitesh. Veza është ushqimi që na rikujton se e mira, e vërtet, shpesh vjen në paketimin më të thjeshtë dhe më të përballueshëm. Nuk ju duhet asgjë ekstravagante, vetëm disa vezë cilësore, pak vaj ulliri dhe perime të freskëta, dhe ja ku jeni. Po jepni trupit tuaj një nga mjetet më të fuqishme për shëndet të plotë dhe jetë gjatësi. Prandaj mos prisni më. Nesër në mëngjes, hapni frigoriferin, nxirrni 3-4 vezë sa më të mira që mund të gjeni, gatuajni ngadalë me dashuri dhe hani duke ditur që po bëni një nga zgjedhjet më të mençura për shëndetin tuaj afatgjatë. Trupi juaj do t'ju falenderojë çdo ditë për pjesën tjetër të jetës suaj. Dhe ju, sa vezë do hani nesër? Shkruani poshtë. Do të doja shumë ta dija. Me respekt dhe shumë dashuri për shëndetin tuaj.